Jo vetëm toka dhe ajri, por në Elbasan edhe gjendja në cilën ndodhet lumi Shkumbin mund konsiderohet emergjencë mjedisore. Në pak kilometra të rrjedhës së tij nuk është e vështirë të dallosh grumbujt e mbeturinave buzlumit, si dhe në përrejt që derdhen në Shkumbin, madje në disa zona të njohura historike që janë edhe destinacione turistike ndotja është e padurueshme. Ambientalisti Ahmet Mehmeti thekson se lumi Shkumbin është një lum i sëmur, i cili ndot të gjithë zonën ku kalon. Atje s'ka nevojë të bëhen matje sepse Shkumbini flet vetë. Vetë gjendja e lumit Shkumbin, ku s'është vënë dorë fare. S'bëhet fjalë për ujrat për trajtimin e ujrave të zezave, ujra industriale, po atje nuk e kanë në refene, kur thonë nuk e kanë në planin e tyre as të afërt as të largët që të bëjnë në diçka për mbajtjen pastër të ujrave të lumit Shkumbin. Por ato ujra bëhen më të vlefshme sepse i shërbejnë ujitjes fushave, edhe atje në vend të ujit, krahas ujit, i çojnë edhe helmet, i çojnë dotjen e madhe, kështu që ato perime, ato jashtë shtetit nuk shkojnë njerë për eksport, sepse po të bëhen analizat, ato e faqja zezë, të infektuara, të infestuara, të djallosura, do me thënë me helme nga më të ndryshmet, si industriale edhe ujrat e zeza. Lumi Shkumbin, e kam thënë me kohë, nuk është lumi vdekur sot për sot, por është një lumi sëmur, që sëmur gjithë mjedisin për qark. Këto mbetje, sidomos mbetjet e ngurta urbane që shkojnë deri në Bardhe, që shkojnë deri në det, ato ndotin edhe detin, edhe Bregdetin, edhe Ranishten, edhe plazhet, kështu që nami i tyre prek shumë negativisht rreth gjysmë milioni banor. Në kushtet kur lumi Shkumbin cilësohet si një lum i sëmur, të pretendosh për të shijuar bukuritë e tij, apo të tërheqësh vizitor është një luks i madh. Ambientalisti shpreh të ndinjuar me institucionet, të cilat sipas tij janë në gjumë sinkron. Ndërkohë nga Bashkia e Elbasanit, Inspektoriati i Mjedisit duket se është i pafuqishëm përballë kësaj situate ku përveç konstatimit dhe vendosjes së gjobave prej 20.000 lekësh, nuk ka mundësi të bëjë gjë tjetër për të mbrojtur lumin Shkumbin.